Përshëndetje, po bëj një video shumë pa dëshirën time me thënë drejtën. Kam qenë çuditje shumë e ngarkuar emocionalisht për situatën që ndodhi në Big Brother, jo për faktin që u thanë ato fjalë që u thanë, se unë nuk kam përmend t'i futem ai shtell dhe t'i tregoj njerëzve se kush jam unë, nga çfarë familje vi, çfarë përfaqësoj dhe çfarë edukate kam, dhe më thënë drejtën as nuk dua ta bëj se nuk e ndjej të nevojshme t'ja vërtetoj veten time askujt, po më vjen shumë keq që pash vllajin tim në një situatë aq të vështirë dhe aq të turpshme. Unë jam krenare pafund për mënyrën si ai zgjodhi ta përballonte situatën dhe për mënyrën se si reagoi. Unë jam shumë falenderuese vllajt tim për mënyrën si më ka rritur, për edukatën që më ka dhënë, për këshillat, për mësimet, për vërejtjet, për çdo gjë. Unë jam kjo që jam sot fal ti, edhe fal edukatës që më ka dhënë familja, po kryesisht ai që më ka ndenjur gjithmonë si për kokës edhe më ka ndihmuar gjithmonë në çdo vështirësi time. Më ka ardhur shumë keq kur kam lexuar komente përpos komenteve që kapeshin me moralin tim dhe jepshin të drejtë Rogertit, që ishin shumë qeqarake me thënë drejtën. Më ka ardhur shumë keq për komente të cilat e mbështesnin Rogertin dhe thonin mirë ja bëri se Mateo e kërkoi vet, i përmendi familjen e parë, Mateo mbrojti dinjitetin e cënuar nga Rogerti të një femre aty brenda. Familjen nuk ja përmendi asnjë moment, thjesht e vuri para përgjegjësisë dhe i tha si do të vinte ty t'ja thonin familjes tënde këto fjalë, sepse dhe ajo vajza për cilën foli Rogerti ka familje jashtë, ka një mama, ka një baba, ka një vlla, por me sa duket shembulli i një djali të kulturuar me edukat të sjellshëm, që di të trajtoj një femër, që di të respektoj një femër, që di mos kaloj kufinjt dhe mbron dinjitetin e një femre, me sa duket në shoqërinë që ne jetojmë sot nuk është shembulli i përshtatshëm dhe nuk vlerësohet ai sa duhet vlerësohet. Është realisht e turpshme. Për mendimin tim ai njeri nuk meriton të jetë pjesë e atij programi. Shpresoj shumë që këtë herë të merren masa dhe shpresoj shumë që ne si shoqëri të zejmë më një herë e mirë dhe mos t'i japim më vlerë antivlerave, po t'i japim realisht vlerën që meriton vlerave të shoqërisë dhe njerëzve që realisht din t'jenë njerëz, përpos të gjithave din t'jenë njerëz dhe kanë dëmshuri, kanë edukat dhe din të përcjellin dashuri dhe pozitivitet. Unë kaq kisha. Ju uroj suksese pafund vllajit tim aty brenda. Jam shumë krenare për të, më bën krenare çdo ditë më shumë. Unë e shoh 24 orë edhe dua thjesht ai të di që unë jam mirë. Edhe përpos faktit që mërzitet 100 fish më shumë kur mërzitet ai aty brenda, dhe vuaj 100 herë më shumë se ai, unë nuk kam fjalë ta përshkruaj dashurinë që kam për vllajin tim. Unë jam shikatën dhe ai fansi atij numër 1 dhe do jem gjithë jetën, po thjesht e ndjeva shumë të nevojshme ta bëja këtë video, kështu që here you go, you put.